Zoti Topalli, si pat deklaratat e sotme të Albin Kurtit? Po, i kam dëgjuar me vëmendje deklaratat e zotit Kurtit edhe reagimet e pastajshme. Mendoj që situata nuk është as shqetësuese përkundër deklarative të zotit Kurtit për arsye se zoti Lajçak edhe në qoftë se do të mbante anën e Serbisë, ai megjithatë është ndërmjetësues, pra nuk është refer, është ndërmjetësues, është palë ndihmëse mes e Bashkimit Evropian për të lehtësuar dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, dhe në këtë kuptim shteti i Kosovës, edhe qeveria e Kosovës dhe kryeministri në këtë rast nuk mund të detyrohet pavarësisht kush çfarë qëndrime bën, të nënshkruaj dhe të pranoj asnjë qëndrim i cili nuk është qëndrim i Republikës Kosovës. Unë mendoj që ne nga Serbia dim që nuk ka dhënë shenja të mira të vullnetit të mirë, në vërteta ato që zoti Basha i tha se Serbia nuk e ka nënshkruar marrëveshjen bazike, megjithatë ka garancione nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kjo